drejt Salianit. Mund të ketë ndonjë përjashtim të tij apo do marrë ndonjë mas Berisha, ju si mendoni? Apo në fund fare mos është vetë Berisha që mund ta ketë nxjerrë këtë, ndoshta për të ulur e për ngritur klanet e tjera brenda Partisë Demokratike. Momentalisht rasti Sajani është një rast i bukur për të studiuar dhe për të analizuar në logjik dhe jo me emocion. Unë dua t'ju them që është një flakë e cila mund të ngrohë njerëz të cilët janë të zhgënjur në Partinë Demokratike, është një strategji për të afruar njerëz të cilët janë ngushtuar në të shkuarën e tyre me Partinë Demokratike, është një shans i fundit që ka Partia Demokratike për të arritur çfarë bashkimin, por edhe në fund fare atë që ne themi konkurencën që të bëhet numri 1 i pushtetit që të marrë pushtetin, që mos të përfundojë një parti shoqat, ose të marrë një parti tjetër atë që ne themi pushtetin opozitar që ajo ka për shkak se është partia e dytë parlamentare, pra është pakicë parlamentare në kuvend. Kjo do të thotë, duke qenë në këto situata, të cilët janë në rastin konkret pak jo të rregullta në aspektin e studimit, sepse kërkojnë në studim një mënyrë tepër të drejtë dhe objektive dhe jo subjektive, për shkak se subjektet kërkojnë një analizë më të qartë pse, çfarë, kush, qysh e tek në këto me radhë. Ne do të themi këtë gjë që është shumë e rëndësishme, çfarë? Në një parti politike duhet të ketë grupime. Grupimi forcon partinë dhe nuk e dobëson. Pse? Sepse partia kërkon që të ketë vetërregullimin e brendshme kundërshtues në raport me atë që ne tham numri 1, pra që të marrin pushtetin. Tani pushteti do jetë të shkarkojnë zotin Berisha, ose zoti Berisha të largohet dhe të vi dikush tjetër të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Kjo mbetet për të parë në momentin e parë kur ju do të shikoni që zoti Salian nëpërmjet grupit të tij do të aplikojë që të zbatojë statutin e Partisë Demokratike. Në atë moment, ju them të vërtetën, duhet të parë se si do të reagojë zoti Berisha dhe se si zoti Berisha do të shprehet lidhur me grupimin. Në këto momente, unë nuk mund ta komentoj se si zoti Berisha shprehet, sepse ju duhet keni parasysh diçka, vetëmbrojtja është e natyrshme dhe është do të thosha është një ndër veprimet flagrante që individi e bën pa menduar. Avokat, lutem mësoj diçka, se ju jeni drejt për drejt. Ka ndonjë mbrapa këtij Salianit apo është vetëm ky? Zoti Saliani mbrapa vetes ka vetëm ditët e veta që ka ndetur në burg dhe ka reflektuar, sepse zoti Saliani, po ta shikoni në qasjen e tij publike pas burgut, doli me një agent, me një plan tjetër, me një plan i cili është më i qetë se plani denoncues, me një strategji akoma më të mirë menduar për mendimin tim, por unë kam frikën, sepse gjithmonë ndodh me këta, për shkak se në fund fare është si puna atyre që shkojnë në Everest direkt, e kupton? Nuk shikojnë popullin çfarë thot, edhe shkojnë në Everest si puna e Spaku dhe të tjerëve. Në fund fare kam frikë që nga mënyra se si do ta menaxhoj, kjo është frika ime të them të vërtetën, mundet të jemi në kushtet që ajo që ai po bën është një plan B. Tani ky plani B vjen për interes të Partisë Demokratike apo për një interes tjetër që ka përcen Partinë Demokratike. Por edhe sikur të jemi në këtë rast të planeve, duhet keni parasysh diçka. Kush është qëllimi një personi që brenda një partie bën fraksion? E para është që të kundërshtojë kryetarin në raport me strategjinë e tij, dhe e dyta është që t'ia marrë karrikën kryetarit që të bëhet ai kryetari i ardhshëm, dhe e treta është që ai sapo të bëhet kryetari i ardhshëm të jetë frymëzimi i qytetarëve, që ai të jetë pretendent për kryeminist. Po kujdes, kemi një problem me rastin e Salianit. Çfarë? Saliani është i dënuar dhe nuk mund të kandidojë për kryeminist. Vjen 2030-ën. Pra 2030-ën. Saliani në këto momente po bëhet 2029-ën. Sepse në rastin e marrim faktin konkret që gjykata kushtetuese Salianit ja shfuqizon vendimet e gjykatës shkallës parë, shkallës dytë dhe kolegjit penal të partisë. Kolegjit penal më korrigjo të lutem se bëj gabime dhe më korrigjo. Dhe çuditërisht që gjykata penale e partisë e mori brenda
2025 do gjykojë dhe themelin në çuditë, mos do të gjejmë edhe ne një mik që na i gjykoj sa më shpejt këto raste, dhe të na i lënë në fuqi, s'ka rëndësi të na i prishi vendimet, po të paktën na i gjyko. Të shkojmë gjykatë kushtetuese dhe pastaj gjykatë europiane. Dhe duke marrë kësi një rast, unë mendoj që rasti Sajani do jetë interesante sepse ai duke bërë një veprim të tillë politik, paralelisht juridikisht ai mund të shpallet dhe i pafajshëm. Këtu mbaron loja pastaj. Po në rast të shpallet i pafajshëm, ju e dini që automatikisht zoti Berisha i ka thonë mirupafshim gjithë të mirat dhe unë bëhem kryetari i Partisë Demokratike. E kuptoni? Pra do të thotë që avokati juaj, zoti Balla, do të keni parasysh, ju ka thënë para disa kohësh dhe para 11 majit, përveç se është Spaku Epicendra, GKK-ja, do jetë edhe gjykata kushtetuese